Një pyetje pak kështu ma direkt. Çka fiton falësi i Taravis? Me këtë dim, për shembull, shkon prej të parës natë Ramazanit deri në natë para Bajramit falës. Çka fiton falësi, me s'po folim se me tash me fillu me filozofu pak se këtë fiton atë fiton, po na do të përqendrohemi pak çka na ka mësuar Resulullah pi falësit të namazit Taravive. Është një hadith i cili shumë shpjegojnë hoxhallar shumë herë në Ramazan, thot men qame Ramadane imanen wa ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush falet në Ramazan me besim të plot, edhe duke kërkuar shpërblimin e Zotit, do t'i falen atij mëkatet. Tash kur e ndëgjon dikush këtë hadith, thot ç'është ai bën çka mos, edhe për falkën i Taravi edhe për falkën mëkateta, apo kur kthehen pi haxhi, kur e shpjegojnë hoxhallarët hadithin se kush kthehet pi haxhi pa bën ndonjë mëkat diçka atje, atij do t'i falen mëkatet. Po, shpesh ka si komente. Ka komente të ndryshme. Këtu duhet të jemi të qartë në këtë punë. Falen mëkatet të cilat i kije me Zotin. Raportet njeri me Zotin i rregullon me Zotin. Kurse njeriu me njeri raportet i rregullon vetë. E si i rregullon? Me Zotin i rregullon raportet duke bën adhurim, duke bën ndonjë punë të mirë. Allahu ka thënë innal hasanati yudhibna sayyi'at. Veprat e mira i shlin veprat e këqija. Do thot njeriu sa herë që e bën një mëkat, e bën një gjuna, e non një minos. E bën një mëkat, e non një minos. E bën një mëkat, e non një minos. E bën një mëkat, e non një minos. E tash, çka më i bën këtyre minuseve? Duhesh ta bësh një vepër të mirë. Aty minuset janë një plus. E bën një vepër të mirë, e non një plus. E bën një vepër të mirë, e non një plus. Kjo është raportin me Zotin që e kije për me rregulluar. Po me njerëzit? Jo. Kjo s'ka të bëjë me njerëzit. Me njerëzit që i ki hinë në hak dikuj, i ki bën padrejtësi, e ki shat dikan, e ki fyt dikan, e ki hongër pasurien dikuj, e ki shpionu dikan, i ki bën dam dikujna. Këto këto duhesh me lip halallëk njeriut. Për atë shkak edhe kur e varrosim dikan, mbas e varrosim, çohemi na te varrezët apo kur ja falim xhenazën sa herë, çka thojmë, o xhamat apo ja bani këtij halal. Pse më ja bën halal? Mos shkoje me barrën e dikujt tjetër. Resulullahi kur e ka mbajt hudbën e lamtomirës në haxhin e funit, në ditën e Arafatit, mes këshillëve që u ka dhënë sahabeve, çka ka thonë? Ka thonë, nëse dikush dikuj i ka dhënë hak, e që ktheje prej tash. Pse? Ditën e Kiametit, atij që i ki bën padrejtësi, ka me t'i marrë veprat e mira tuat. Njëri e pyeti tha, ja Rasulullah, po s'kam në veprat mira, çka ka me marrë ta? Veprat e ligat e tij kanë me t'u ngarku tije. E pra shkak me njeriu që ka kije raportin, duhesh me rregullu me njeriu. Me ja kthi hakun prej kësaj ndonjë atij të cilit e ke hinë në hak. Kurse Taravia bën pjesë në ato veprat e mira që ka kije në raport me Zotin. Edhe tjetër është se Allahu në një hadith kutsi ka thonë, robi im vazhdon duke u afruar nga unë me nafile, me adhurime vullnetare, derisa une ta duate. Do thot tjetra që fitojnë për Taravive është se edhe afrohesh tek Zoti, edhe mos shkak që Zoti me të dashti. Kur të don Zoti ti, s'ka më mirë. S'ka më mirë se shpërblimin e dim janë të mëdha tek Allahu.